Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përsëriti sot se Aleanca sheh Rusinë si një kërcënim, por gjithashtu se në ditët e dytë të samitit në Ankara do të merret me mbështetjen për Ukrainën, Iranin si dhe ngushticën e Hormuzit, për të cilën theksoi se është e nevojshme të mbetet e kalueshme. NATO është aleancë mbrojtëse, ne kur nuk do të sulmojmë askënd, ne vetëm do të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës, demokracinë dhe territorin tonë. Mos na keni inat, ky është mesazhi, tha Rutte. Sekretari i përgjithshëm i NATO shprehu gjithashtu kënaqësinë për samitin në Ankara, duke deklaruar se këtë vit fokusi ishte në zbatimin e asaj që u ra dakord në vitin e kaluar në Hag. EULEX-i njoftoi se ka marrë në konsiderat faktin që autoritetet e Kosovës, pra avokati i popullit dhe inspektorati i policisë së Kosovës, kanë nisur një hetim mbi pretendimet për sjelljen e keqe të policisë në festimin e Vidovdanit në Gazimestan, me mesazhin se liria e shprehjes dhe tubimi paqësor janë drejta themelore që duhet të mbrohet në përputhje me sundimin e ligjit dhe standardet e drejtave të njeriut. Në një përgjigje për Kosovë Online, ata theksuan se çdo kufizim i këtyre të drejtave duhet të mehet jashtëzakonisht i nevojshëm dhe proporcional në përputhje me kuadrin ligjor dhe kushtetues. Ata gjithashtu verejnë se i ndajnë të gjitha mangësitë e mundshme të identifikuara gjatë monitorimit të rasteve individuale me autoritetet kompetente dhe jo me publikun. Komisioni Qendror Zgjedhor konfirmoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtura me 7 qershor, sipas të cilave Lëvizja Vetëvendosje fitoi më shumë vende. Në kuvendin e Kosovës 53 mandate, lista serbe do të ketë 9 deputet në mbledhjen e ardhshme. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës kujtoi se afati 30 ditor për mbajtjen dhe përfundimin me sukses të seancës konstitutive të kuvendit të Kosovës ka dhënë me 7 gusht, duke shtuar se seanca duhet të thirret nga kryetarja në detyrë e parlamentit Albulena Haxhiu. Kryetarja Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić njoftoi se në ditën e dytë të konferencës së kryetarëve të parlamenteve të vendeve kandidat për antarësim në Bashkinë Evropiane u miratua deklarata Beogradi, duke konfirmuar angazhimin e të gjitha vendeve në rrugën europiane si rruga më e mirë për qytetarët dhe ekonomitë e tyre për ndërtimin e mëtejshëm të paqes dhe stabilitetit. Gjithashtu konfirmua angazhimi i plot ndaj Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe respektimi i së drejtës ndërkombëtare mbi të gjitha, parimi themelor i respektimit të integritetit territorial të shteteve të njohura ndërkombëtarisht. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës Ruslan Stefanchuk shprehu kënaqësinë e tij që pati mundësi të diskutonte për të ardhmen e vendeve kandidate për 2 ditë në Beograd. Ministri për integrimin europian të Serbisë Nemanja Starović theksoi se vendimi për të hapur grupin 3 në procesin e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkinë Evropiane është një çështje e besueshmërisë së procesit të zgjerimit të Unionit. Ai tha për radio televizionin e Serbisë se është e rëndësishme që Serbia mori një rekomandim pozitiv nga Komisioni Evropian për të hapur më në fund grupin 3 në procesin e negociatave për antarësim në Bashkinë Evropiane. Megjithatë, gjatë ditës në debatin mbi Serbinë në nivelin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkisë Evropiane nuk u arrit konsenzus në lidhje me hapjen e grupit 3, raporton radio televizioni i Serbisë. 8 vende ende nuk e pranojnë argumentet e Komisionit Evropian se Serbia ka bërë përparim në fushat kryesore të sundimit të ligjit. Komisionere Europiane për zgjerim Marta Kos vizitoi sot Shkupin, ku do të zhvillojë takime me udhëheqësi shtetëror të Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut ka treguar se mund të arrijë rezultate kur ka vullnet politik, tha Kos para vizitës së sotme. Ne e shohim këtë qartë në performancën e saj të fortë në agjendën e reformave, progresin e negociatat e pranimit, shtoi ajo kërkon besim midis vendeve kandidat dhe shteteve anëtare. Sipas përvojës sime, një besim i tillë ndërtohet kryesisht mbi 2 elemente: përmbushjen e detyrimeve dhe qëndrimin e vendeve kandidate ndaj Bashkisë Evropiane dhe shteteve të saj anëtare, filloi me marrëdhënie të mira fqinësore, tha komisionerja Evropiane.
Moti sot do të jetë me vranësira kalimtare që shkaktojnë disa rreshje sporadike afatshkurte, megjithatë nesër njoftojnë meteorologët na pret më shumë diell me erë të dobët mesatare që do të forcohet më pasdite. Kryesisht moti me diell, ditët në vijim, temperaturat do të sillen nga 28 deri në 32 gradë Celsius.